Dhënit mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti prej vitesh karakterizohen nga ftohtësia, tensioni dhe përplasjet e hapura politike. Ajo që dikur pritej të ishte një bashkëpunim i natyrshëm mes dy qeverive shqiptare, sot shihet gjithnjë më shumë si një raport i mbushur me inate personale, mospërputhje ideologjike dhe interesa të ndryshme politike. Një nga burimet kryesore të këtij tensioni qëndron te dallimi i thellë në qasjet politike. Albin Kurti ka ndërtuar një profil mbi një diskurs sovranist, kritik ndaj ndërhyrjeve ndërkombëtare dhe i prerë në raport me Serbinë. Në anën tjetër, Edi Rama shfaqet si një lider pragmatist, i orientuar drejt kompromisit dhe dialogut rajonal, shpesh duke vënë theksin te stabiliteti dhe marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Këto dy qasje jo vetëm që nuk përputhen, por shpesh përplasen hapur. Inatet e Ramës ndaj Kurtit bëhen të dukshme sidomos në momentet e krizave në Kosovë. Në vend që Tirana zyrtare të mbajë një qëndrim të unifikuar me Prishtinën, shpesh janë dëgjuar kritika publike të Ramës ndaj Kurtit, të cilat janë interpretuar si dobësim i pozitës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Kjo sjellje ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik shqiptar, i cili pret solidaritet kombëtar, jo distancim politik. Nga ana tjetër, Kurti shihet si një figurë që nuk pranon të jetë në hijen e askujt. Refuzimi i tij për të rreshtuar pas nismave rajonale të promovuara nga Rama, si Open Balkan, është perceptuar nga ky i fundit si sfidë personale dhe politike. Ky refuzim ka thelluar më tej hendekun mes dy liderëve, duke e kthyer debatin nga institucional në personal. Në thelb, problemi nuk është thjesht një mosmarrveshje mes dy kryeministrave, por mungesa e një vizioni të përbashkët kombëtar. Inatet personale dhe rivaliteti politik po zëvendësojnë bashkëpunimin strategjik në një kohë ku shqiptarët në rajon kanë më shumë se kur nevojë për unitet dhe koordinim. Historia do t'i gjykojë liderët jo për fjalët e ashpra apo polemikat publike, por për aftësinë e tyre për të vënë në interesin kombëtar mbi egon personale. Marrëdhënia Rama-Kurti mbetet një provë e qartë se sa e vështirë është kjo sfidë në politikën shqiptare.